Kjo derë mbetet e hapur për të gjithë ata që dëshirojnë të kenë strehën e tyre. Aty i pret Valbona Bani, një grua që shumë vite më parë së bashku me familjen do ta gjente veten në emigrim në shtetin fqinj, Greqinë, për të punuar dhe për të ndërtuar një të ardhme më të mirë. Pas 2 vitesh qëndrimi, vendimi u mor. Ajo do të kthehej në vendlindje. Vitet e para kanë qenë në 2004. Kjo erdhi si pasojë prej 2 viteve emigrim, në 2003 dhe 2001 në shtetin grek. Aty, si shë shqiptarë në ato problemet e veta, nuk e gjetëm veten aty, ishim një qift, dhe u rikthyem në Shqipëri. Në Shqipëri, kuptohet që ishte pjesa e vështirë, gjithmonë, por me atë kam punuar e punësuar rreth vetëm 1 vit në jetën time, e punësuar diku tjetër, por kërkesat e familjes ishin shumë të mëdha për arsye sepse unë kam 3 goca, tash më të rritura, por dikur shumë të vogla dhe kishin nevojën qoftë ndihmës, qoftë për kujdesis, për qoftë të anës ekonomike. Me vetëm 100.000 lekë të reja me shpirtin plot ëndra e duart plot guxim, Valbona Bani hapi në Gjirokastër një butik për rroba fëmijësh, që do të merrte emrin Zanat Magjike. Ishte një fillim i thjesht, por me shumë dashuri. Çdo rrobe përzgjedhur, çdo copë sistemuar me përkujdesje për të sjellë buzëqeshje në fytyrat e vogla të qytetit. Mendova pas 1 viti pune në Shqipëri, të hapja një dyqan me veshje për fëmijë. Dhe desha të krijoja një imazh që faktikisht nuk ishte se kisha bërë një program ose ta kisha hedhur në letër atë teorinë që kisha në mendje që ta praktikoja, por thjesht nga hiçi. Nga që kisha 3 goca dhe ishte vërtet për fëmijë dyqani, që mos të bija ndesh dhe me një dyqan tjetër të fëmijëve në këtë qytet, mendoja jo binoku, jo barbardha, jo ajo kjo, po prapë nuk më stononte, më doja diçka. Dhe kur mendoj një moment, një zonjë më tha, ti kesh vajzat me shëndetja se i ke si Zana, tha. Po emrin e zonjës për ironit fatit se mbaj mend, tregoj me sinqert, dhe Zanat, wow, Zanat, e gjeta emrin dhe po, diçka magjike, është diçka vërtet e mrekullueshme. Por ky biznes ishte vetëm hapi i parë i një rruge shumë të gjerë. Pas disa viteve, Valbona Bani nisi një bashkëpunim me rrjetin ndërkombëtar Century 21, duke hyrë në botën e pasurive të paluajtshme, një terren i ndërlikuar veçanërisht në Gjirokastër, ku çështjet e pronësisë shpesh janë të ngatruara dhe ndërtimet të bllokuara. Por ajo nuk u step. Për 4 vite punoi fort, mësoi dhe u përkushtua maksimalisht, derisa erdhi momenti që të ngrihej në këmbët e saj si një profesioniste e pavarur, e licencuar dhe e certifikuar. Agjencia Zanat Magjike, tashmë një zyrë reale në zemër të qytetit, mbar të njëjtin emër, por me një mision të zgjeruar, të ndihmojë çdo njeri të gjejë shtëpinë e ëndrave. Në murin e saj shndrojnë 10 certifikata jo për dekor, por si një dëshmi e rrugës së saj të mundimshme dhe të ndershme. Për këtë punë të palodhur dhe korrektesën e saj, ajo është certifikuar nga vetë Ministri i Drejtësisë Ursi Manja, si një ndërmjetëse zyrtare e pasurive të paluajtshme në Shqipëri. Pastaj vendosaj që të bëj agjencinë time, pas 3 viteve të forta. Në zyrën time ka kaq shumë certifikata sa unë kam me djers, me shumë punë, nga akademi të ndryshme, e licencuar dhe së fundi, licenca më kryesore kuptohet që është, jam një ndërmjetësuese, e licencuar nga Ministria e Drejtësisë dhe e firmosur nga Ministri Ursi Manja. Por që kjo ka qenë ajo me madhja, me fjalë haritja me madhe që unë kam bërë. Shumë njerëz thonë që pa me këtë punë e bëj dhe unë, por që jo, të krijosh sot sidomos në qytetet vogla, të krijosh një emër, të krijosh një punë, nuk është e lehtë. Qytetet e të mëdha, ashtu si hapet zëri, ashtu dhe mbyllet. Për qytetet e vogla jo. Por Valbona Bani nuk është thjesht agjente, nuk është vetëm nënë e 3 vajzave, as vetëm bashkëshorte. Ajo është një grua e cila gjatë karrierës së saj ka dhuruar pafund. Kur vendosi të mbyllte butikun e rrobave, nuk mendoi për shitje. I dhuroi të gjitha, rroba dhe këpucë në vlerë afro 7 milion lekë për fëmijët e shtëpisë së fëmijëve në Sarand, pa bujë, pa kamera. Kish ngelur rreth 7 milion lekë, 8 milion lekë malë, mos gaboj, diçka e tillë, kam futur të gjitha në kuti, kam paguar 2 furdona dhe i thash, unë do të bëj një risit të bukur. Ata që klient kisha bërë nga një dhurat, kur t'i thoshja faleminderit dhe pjesa tjetër të gjitha kutit i kam çuar te shtëpia e fëmijëve në Sarand. Kur kam shkuar aty, ajo zonja që më priti, nuk e di drejtoresha, menaxhere, nuk e di çfarë ishte ajo. Zonja tha, o zota, sa televizione ke nga pas? Drejtësh? Televizione përse? Po këtu thaj paku kur asan si edhe tha si në 10 televizione, tha ti s'ke asnjë.
Thash lutem, unë dua dhe foto. Së fundmi ajo ka marrë përsipër edhe një nismë të re që i kthehet fillimit të saj, fëmijëve. Ka sjellë në Gjirokastër konkursin Miss Junior, një aktivitet i bukur që jep zë dhe dritë vetbesimit të më të vegjëlve, i motivon, i gëzon dhe i përfshin në botën e vlerave të shëndetshme. Nga pasioni, nga dëshira, jam duke organizuar Miss and Mr. Junior 2025. Viti i fundit që e kam bërë, ka qenë 2020, por për shkak të pandemisë nuk shkurtua programi. Jam e lumtur që menaxhoj 50 fëmijë, 50 yje. Në fund me buzëqeshje dhe krenari të përmbajtur, Valbona Bani jep një mesazh për të gjitha gratë. E para të jenë vetvetja. E dyta të jenë të sinqerta me veten kur duan të bëjnë diçka. Një femër kur do të bëjë diçka e harin. Vetëm të jetë e palëkundur. Sfida ka nga më të ndryshme, pengesa ka nga më të ndryshme, por dikush nëse dëshiron vërtet të jetë e pavarur, pavarësia ai sa e bukur është, ai dhe vështirë është, por gjërat e vështira janë gjithmonë për gratë më të forta.